Me vendim të gjykatës së posaçme për krimin e organizuar, SPA ka vendosur nën sekuestro një portofol të madh pasurish që lidhen me Aurel Hoxhën, Ilias Kolaveri dhe të afërmëve të tij në kuadër të hetimeve për vrasjen e Klevis Dheshit në gusht të vitit 2020 në Burrel. Lista e pasurive të sekuestruara përfshin lokalet, ndërto dhe monopol, 7 apartamente dhe 6 njësi banimi në rrugën Myslimshyri të Tiranës, si dhe 32 automjete, mes të cilave 2 makina luksoze. Po ashtu janë vendosur nën sekuestro 52 llogari bankare të individëve të përfshirë në hetim, duke përfshirë shumat e lidhura me aktivitete të dyshuara kriminale. SPA dyshon se Aurel Hoxha ka porositur ekzekutimin e Klevis Dheshit për rreth 50.000 euro si hakmarrje për vrasjen e vëllait të tij Agim Hoxha në Britaninë e Madhe në vitin 2012. Hetuesit po hetojnë edhe rolin e të tjerëve të përfshirë, si Saimir Kolaveri, i cili u arrestua në Itali dhe dyshohet të ketë shërbyer si ndërmjetës në rrëmbim dhe vrasje. Sipas të dhënave nga hetimet, Aurel Hoxha ka dhënë urdhrin për ekzekutim, ndërsa Sahab Nuzi është dyshuar si personi që ka kryer vrasjen kundrejt pagesës. Hetimet nuk përfundojnë këtu, ndërsa SPA thekson se do të vijojë ndjekjen e plotë të zinxhirit kriminal, duke përfshirë ekzekutimin e 6 burrave të tjerë të fisit Dheshi, përfshirë Arben Dheshin që kishte marrë pjesë në vrasjen e vëllait të Hoxhës. Ky aksion shënon një hap të rëndësishëm në goditjen e krimit të organizuar dhe pasurisë së paligjshme në vend, duke synuar ndalimin e aktivitetit të grupeve kriminale që përdorin dhunë dhe hakmarrje si mjet veprimi.